Babai vendos pajisjen e regjistrimit në flokët e saj e ka mësuesin në veprim. Shqetësimi Thomas Valero. Çdo ditë pas shkollës, Thomas Valero e shikte vajzën e tij të vogël duke qarë dhe e dinte se diçka nuk shkonte mirë. Kur më në fund arriti në fund të problemit, ai nuk mund ta besonte atë që kishte ndodhur. Ai duhet të bënte diçka të poshtër e të fshehtë, por ai e dinte se e vërteta duhet të dilte në shesh. Fillimi i shkollës nuk është kur i lehtë për një fëmijë. Ata kanë nevojë për gjithë mbështetjen e mundshme nga prindërit e tyre për të bërë këtë ndryshim të madh. Nuk ka rëndësi se sa i mirë është një mësues. Është gjithmonë një kohë e frikshme për një fëmijë me rutina të reja, fytyra të reja dhe një mjedis të ri. Kur u bë shumë e qartë se vajza e tij kishte vështirësi të përshtatej me shkollën e saj, Thomas e dinte se duhet zbulonte shkakun e mjerimit të vajzës së tij të vogël. Thomas menjëherë vuri një ndryshim në vajzën e tij. Ajo u bë gjithnjë më e çuditshme pasi filloi shkollën e saj të re. Në fillim, Thomas supozoi se ishin thjesht nerva të lidhura me takimin me njerëz të rinj dhe përpjekjet për performuar mirë. Por kur u përkeqësua me kalimin e kohës, ai e dinte se kishte diçka më shumë në të që ai nuk po e shihte. Gjithnjë më shpesh, vajza e Thomasit filloi të qante dhe të lutej që të qëndronte në shtëpi. Përfundimisht, kjo u bë një rutinë e përditshme në familjen Valero. Çdo mëngjes, vajza e tij e vogël shpërthente në lot. Kuptohet që Thomas ishte shumë i shqetësuar për këtë. Situata vazhdoi të përkeqësohej derisa më në fund ai nuk mund ta përballonte më. Ditët u kthyen në javë dhe javët u kthyen në muaj. I gjithë entuziazmi dhe gëzimi dukeshin të zhdukur nga vajza e tij dhe ajo që ishte më e keqja, sa më shumë koha kalonte, aq më shumë friksohej të shkonte në shkollë. Çdo mëngjes ishte një betejë vullnetesh, por ajo ishte qartësisht e tmerruar. Situata u përkeqësua shumë, saqë ajo nuk donte të shkonte fare në shkollë. Si një prindër i shqetësuar, Thomas u përpoq të kuptonte se çfarë nuk shkonte. Ai u përpoq të fliste me vajzën e tij, por ajo u tërhoq dhe nuk pranoi të tregonte të vërtetën. Thomas e dinte se nuk mund ta lindte këtë situatë të vazhdonte, por cila ishte alternativa? Filloi të pyeste veten se çfarë mund të kishte shkaktuar këtë ndryshim. A mund ishte shkolla, shokët e klasës apo ndoshta një mësues? Deri atëherë vajza e tij nuk kishte pasur asnjë problem në shkollë. Ajo merrte nota të mira dhe raportet për të ishin gjithmonë pozitive. Situata u bë padurueshme për Thomasin. Ishte e vështirë për të ta shihte vajzën atë gjendje dhe ndihej krejtësisht i pafuqishëm. Ai e dinte se diçka nuk shkonte dhe ishte koha për t'i dhënë fund kësaj situate. Ishte pikërisht në atë moment që ai nisi të dyshonte për më të keqen. Duke reflektuar mbi gjithçka, ai arriti në përfundimin se vajza e tij mund të ishte duke ngacmuar nga një shok klase, ose ndoshta edhe nga një mësues. Jeta e tyre familjare ishte e qëndrueshme dhe e lumtur, prandaj Thomas e dinte se shkaku i pakënaqësisë së vajzës së tij nuk mund të gjendej në shtëpi. Por si mund të zbulonte të vërtetën? Thomas dhe gruaja e tij kishin rritur fëmijët e tyre me dashuri dhe pozitivitet, duke inkurajuar të ishin vetja e tyre më e mirë. Ata e dinin sa e rëndësishme ishte të krijonin një ndjenjë të fortë vetbesimi tek fëmijët për t'i përgatitur ata për të ardhmen. Prandaj, Thomas nuk mund ta pranonte që një mësuese e ashpër dhe e padrejtë mund ndikonte negativisht tek fëmijët në klasë. Pasi e mendoi gjatë, ai më në fund doli me planin perfekt. Si mund të mësonte Thomas se çfarë po ndodhte në shkollë pa qenë fizikisht aty? Ai e dinte se nëse do të kërkonte të merrte pjesë në një orë mësimi, mësuesja do të sillej ndryshe. Kështu, kishte nevojë për një mënyrë më kreative për ta kapur atë në flagrancë. Ai planifikoi dhe ndërtoi një pajisje të vogël regjistrimi. Të nesërmen në mëngjes e vendosi me kujdes në flokët e vajzës së tij. Kjo do t'i mundsonte të dëgjonte saktësisht se çfarë ndodhte në shkollë dhe ta ndihmonte të kuptonte përvojën e saj. E dinte se ishte një masë drastike, por ishte e rëndësishme jo vetëm të zbulonte të vërtetën, por edhe të kishte prova konkrete në dorë. Ai nuk i tregoi vajzës se çfarë kishte vendosur në flokët e saj, pasi nuk donte që ajo të ndihej e shqetësuar ose e shpërqendruar gjatë ditës. Mezi priste dëgjonte regjistrimin për zbuluar të vërtetën, ai e përcolli vajzën deri te dera dhe i buzëqeshi, ndërsa ajo vraponte drejt shkollës. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, ai ndjeu një farë lehtësimi duke ditur që së shpejti do të kishte përgjigjet që kërkonte. Kur Thomas dëgjoi regjistrimin pas kthimit në shtëpi, ai mbeti i tronditur. Zemërimi dhe zhgënjimi e pushtuan kur dëgjoi çdo sekondë të regjistrimit. Ai nuk mund ta besonte se kjo kishte ndodhur për kaq gjatë. Megjithatë, pavarësisht tronditjes dhe zemërimit, ai ndjeu edhe lehtësim. Më në fund e dinte të vërtetën.
Regjistrimi tregoi qartë se mësuesja e vajzës së tij ishte tepër e ashpër me nxënësit. Thomas dëgjoi se si ajo fliste fëmijëve me një ton nënshmues dhe i fyente ata. Ai kuptoi se kjo ishte arsye pse vajza e tij kishte ndryshuar kaq shumë. Ishte qartë se mësuesja po abuzonte me autoritetin e saj dhe po përfitonte nga fakti që fëmijët ishin shumë të vegjël për të mbrojtur veten ose për të folur për këtë situatë. Thomas u ndjej shkatëruar dhe i zemëruar kur dëgjoi se si një person që duhet kujdesej për fëmijët e tyre, në fakt i keq trajtonte. Ai nuk mund ta kuptonte pse dikush do të sillen në atë mënyrë ndaj fëmijëve të vegjël, jo vetëm që mësuesja përdorte fjalë fyese, por edhe toni i saj ishte tepër i ashpër dhe i poshtër. Ajo bërtiste fëmijëve për gjëra krejt të parëndësishme dhe krijonte një ambient frikësues në klasë. Thomas e dinte se nuk mund ta linte këtë situatë kalonte pa veprim. Një mësuese që sillen në atë mënyrë nuk duhet kishte në dorë edukimin e fëmijëve. Ai kuptoi se për të bërë një ndryshim të vërtetë, duhet të vepronte me kujdes dhe me fakte të forta. Në vend që të përballej drejt për drejt me mësuesen, ai vendosi që të ta ngrinte çështjen në një nivel më të lartë. Ishte e rëndësishme që dikush me pushtet të ndërmerrte masa kundër kësaj sjelljeje të papranueshme. Pavarësisht se Thomas kishte një ankesë të vlefshme dhe prova për ta mbështetur, distrikti shkollor nuk bëri asgjë për ta ndihmuar atë. Ai nuk mund të mos ndihej zhgënjur nga përgjigjja që mori prej tyre. Për të, ishte krejt e pamundur të kuptonte se si një mësues mund të shkatëronte fëmijët çdo ditë. Thomas nuk ishte as pak i kënaqur me përgjigjen që mori. Mësuesja vazhdonte të jepte mësim në klasën ku ishte vajza e tij. Ai nuk mund të shmangte ndjenjen se ishte koha për akmarrje. Shumë shpejt, ai mori vendimin që të vepronte në lidhje me mësuesen, zonjën Duncan. Shkolla i ofroi mundësi për ta transferuar vajzën e tij në një klasë tjetër, por për Thomas, kjo nuk ishte vetëm për vajzën e tij. Ai ishte shqetësuar për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve të tjerë që ishin në klasën e saj. Si prind, ai e dinte se duhet të ngrihej jo vetëm për vajzën e tij, por edhe për të gjithë fëmijët e tjerë. Ai ishte zhgënjur që shkolla nuk po ofronte mbështetje të mjaftueshme ose masa më të forta për ndryshuar gjendjen. Ai e dinte se kjo mund të kishte një ndikim të qëndrueshëm në jetën e të gjithë fëmijëve që kishin kontakt me zonjën Duncan. Edhe pse ai dhe prindrit e tjerë protestuan së bashku, shkolla nuk bëri asgjë për të ndryshuar gjërat. Megjithatë, Thomas dhe prindrit e tjerë nuk pranuan dorëzoheshin. Fjala për keqtrajtimin e fëmijëve u prap shpejt. Të gjithë filluan dëgjonin për mënyrën se si zonja Duncan trajtonte vajzat e vogla në klasën e saj. Pas përpjekjeve të tij fillestare për drejtësi, Thomas vendosi të bëjë diçka më konkrete dhe hapi një peticion në change.org. Shumë shpejt, prindërit e tjerë u bashkuan me të dhe mbështetën. Përdorimi i platformës të ndihmoi që të arrinte një audiencë të gjerë, dhe shumë shpejt ai arriti mbi 2000 firma për shkarkimin e zonjës Duncan. Ai e dinte se ky ishte vetëm një hap i parë, por ai ndjeu se kishte bërë një ndryshim në ndihmën e fëmijëve të tjerë dhe ndihmoi vajzën e tij të shpëtonte nga një mundim i tillë. Sidoqoftë, ai e kuptoi që kjo situatë kishte lënë një ndikim të thellë dhe të qëndrueshëm në fëmijët që kishin vuajtur në sjelljen e mësueses. Thomas ishte i lumtur që kishte ndërmarrë hapin për ta ndaluar atë, por për të tjerët mund kishte pasur pasojat e tij për shumë vite. Përpjekjet e Thomas për të rregulluar situatën mund të kenë pasur vështirësi dhe pengesat e veta, por ajo që është e qartë është se ai arriti të sjellë një ndryshim, qoftë edhe në një nivel të vogël. Pavarësisht se zonja Duncan vazhdonte të jepte mësim, Thomas e mori situatën në duar dhe ngriti problemin me të gjitha fuqitë e tij. Ndihma që e mori nga prindrit e tjerë dhe mbështetja e publikut ndihmuan të nxjerrin në pa atë që kishte ndodhur. Ai tregoi se edhe kur gjërat duken pa kontrollueshme, një prind që është i vendosur dhe i gatshëm të luftojë mund të bëjë ndryshime. Në këtë kontekst, përpjekjet e tij janë një shembull i vendosmërisë për të mbrojtur fëmijët dhe për të siguruar që ata të rriten në një mjedis të sigurt dhe të mbështetur. Gjithashtu, kjo përvojë ndihmoi Thomas të kuptonte se sa e rëndësishme është të jesh një prind aktiv dhe i kujdesshëm. Ai kuptoi se gjithmonë duhet të mbajë vëmendje për fëmijët e tij, për t'i mbështetur ata në çdo hap të rrugës. Me një këndvështrim emocional, kjo përvojë e bëri atë një baba më të mirë, duke dhënë mundësinë të reflektojë dhe të veprojë për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve të tij. Në fund, Aliah është me fat që ka një sistem të fortë të mbështetjeje në shtëpi, ku kujdesit dhe dashuria janë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Kjo përvojë, edhe pse e vështirë, ka kontribuar në forcimin e lidhjeve familjare dhe ka treguar rëndësinë e një mbështetje të qëndrueshme dhe të sinqertë nga prindrit.